unë nuk do të thoja kundër SPAK-ut, për mua është shumë normale që palët para gjykatës shfaqin mendimet e tyre. Edhe ky është sistemi që na i lejone të jemi pak më. Dhe më pëlqen gjithmonë fakti kur këto lloj debatesh janë publike dhe janë në sy të gjithë shqiptarëve që në një farë mënyrë dhe shqiptarët të përfshihen në çështje juridike dhe të ndihen si pjesë e këtij debati. Dhe unë gjithmonë e kam thënë që do ishte mirë që edhe brenda SPAK-ut kur merren personat në pyetje si dëshmitar, të ketë një sistem incizimi të dëshmisë të tyre që pastaj të përdoret edhe të shikohet në proceset gjyqësore, po dhe proceset gjyqësore, pasi kalon faza e seancës paraprake, të jenë transparente dhe të jepen kamera. Regjistrohen bisedat brenda SPAK-ut siç ndodh në gjykatat normale? Jo, ky është problem shumë i madh. Po pse jo? Sepse përsa kohë ndodh në gjykata, se po devijojmë pak bisedën, po përsa kohë ndodh në shkallë të parë apo në apel, pse nuk ndodh? Është një proces edhe i paregulluar në aspektin procedural, ligjor. Është edhe një proces që nuk ka vullnet prokuria që të jetë në këtë nivel transparence, se kjo në fakt tregon nivel transparence në hetime. Transparence e cila do shfaqet në procesin gjyqësor. Do rije fshehur derisa të shkojnë në gjykat, po pastaj avokatët do shikojnë mënyrën se si është pyetur personi, dëshmitari, a ka pas presion apo s'ka pas presion. Kemi pasur raste. Ka pasur her pas here pretendime nga personi. Ka pasur raste në gjykat, nuk janë bërë transparente, po ka pas raste që e vetme dëshmitarja me 2 klasë shkollë ka firmosur një shkresë që nuk e lexonte dot sepse nuk dinte të lexonte. Pa praninë e avokatit. Ka qenë dëshmitare. Është përdorur si dëshmitare pastaj në proces, por në proces e shfaqi hapur që nuk dinte të lexonte se ishte me 2 klasë shkollë. Pra, procesi që po ndodh kushtetuese është në miniaturë ajo që duhet ndodhi çdo ditë në seancat gjyqësore të gjykatës së posaçme. Ndërkohë, në lidhje me çështjen fjalë, unë jam i mendimit që në rastin konkret, Këshilli i Ministrave do e fitoj betejën. Dhe këtë e pash në 3 pyetje që 3 gjyqtarë të ndryshëm bën për përfaqësuesit e prokurorisë dhe mos reagimi ose mos përgjigje e tyre ndaj këtyre 3 pyetjeve. Cilat ishin? Po, pyetja e parë që të jemi sakt që më troqe vëmendjen ishte zonjës Xhaferllari, gjyqtares Xhaferllari, që e shtroi çështjen nëse do pranonim këtë pezullim, a mund të jemi para rastit kur një prokuror dhe një gjyqtar i gjykatës posaçme mund të pezullojë nga detyra të gjithë anëtarët e Këshillit të Ministrave, çdo ministër, përfshirë kryeministrin. Po. Dhe që e provokon kazusin në ekstrem. Pyetja e dytë ishte e zonjës Semini, Mariana Semini, që pyeti në lidhje me efektet e deri tanishme që pati vendimi i gjykatës për të pezulluar pezullimin. Dhe nuk mori përgjigje konkrete se çfarë provash kanë ndikuar gjatë kësaj periudhe që gjykata kushtetuese mori vendimin për pezullim, çfarë provash kanë ndikuar zonja Balluku.